Tani, para se zbulojmë se çfarë sekreti kam treguar këtë herë. Nëse doni të shihni se çfarë do provojmë ne në vazhdim, duhet të bëni patjetër subscribe këtu poshtë. Subscribe! Hi! Atëherë unë do bëj tani një make-up për të gjitha gocat që kanë make-upin për herë të parë, pra janë fillestare, duke mos përdorur as sponge, as furça, pra një make-up shumë të thjeshtë që mund ta bëni vetëm me duar. Tani, duke qenë se do ta përhap me duar, unë sot nuk do përdor fondatin, po do përdor një BB cream që është shumë kollaj për të përhapur edhe me gishta. Tani si thash, kjo është shumë e lehtë dhe mund ta përhapni vetëm me duar. Dhe krijon një smooth natyral, pa u dukur se ku keni vendosur llaç ose fondatin të trashë, sidomos tani në verë që edhe djersisni. Po ta shikoni, ky BB cream duket shumë natyral dhe thjesht sa heq pak imperfeksionet e lëkurës, por nuk është se mbulon në 100%. Kështu që nëse keni lëkurë të pastër, por edhe nëse nuk keni lëkurë të pastër, unë ju sugjeroj që tani në verë të përdorni vetëm BB cream, jo fondatin. Sa bllokoni dhe porët dhe lëkura nuk merr fare frymë. Atëherë, mbaruam me BB creamin. Tani do të vazhdojmë me shumë pak concealer. Edhe këtë do ta përhap me gishta. Mendoj që concealeri është opsional, nëse nuk keni shumë rrahtësinë, për shembull, nuk është se kam shumë, ndonjëherë kur duken syt shumë të lodhur, mund ta vendosni. Në të kundërt mjafton të thjesht BB creamin dhe it's okay. Kështu duket. Tani do luaj pak syt me rimel. Unë kam shumë kohë që nuk i bëj më që pikët në verë, sepse nga hera fundit para 2 vitesh më ran shumë dhe më dëmtuan, kështu që tani preferoj thjesht t'i lyej, ose kur kam ndonjë xhirim pak më të rëndësishëm, i ngjis shumë pak në fund, pra me bisht. Në të kundërt në përgjithshmëri thjesht i lë kështu. Oh, erdhi Ema. Ema më solli kremin hidratues, po unë tashi kam kryp punë. Shife Ema me make-up, hajde Ema tregoje pak make-upin? Wow, diva asla. Ja, më shpejt shpejt, ha? Ja, buke shumë. Dhëmbët i ke pa buskuq? Gjithmonë. Mua. Po çfarë kam të kështu? Thank you. Po Tani lym çerpikët. Unë do përdor lip gloss. Kjo është shumë i bukur. E morë me gocat. E kemi match të gjitha. Ka dhe pak tint. Tani, me qenë se lip glossi ka pak tint, unë do ta vendos dhe pak fare si blush. Dhe do ta përhap edhe këtë me gishta. Çdo gjë me gishta. Oh my god, sa e bukur kjo! Ua, shumë i bukur ky. Shite? Sa natyral? Aj, të bukur! Lush. Lush. Wow! Wow, që sa bukur! Sa bukur! O, nuk t'ja që duke veç bukur. Lip tint për mollzat. I love it. Tani unë nuk do t'i shtoj asgjë tjetër, sepse si që thash të bëj make-upin më bazik vetëm me duar, pa asgjë tjetër. Ndoshta mund të bëj pak overline buzët. Tani unë dua që këtë make-up ju ta provoni në shtëpi, të nisni fotot e gocit dhe ne do t'i bëjmë repost në Instagram. Mua, ju dua.
Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, Atëherë duhet të shtypni butonin e kuq poshtë për subscribe. ¡Ándale!